Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi edhe sot në episodin e radhës të Kosova tjetër, e sot kemi arë në fshatin Bërnic. Fshat kë jo shumë largë nga kryeqyteti, në periferit të Prishtinës, një fshat me bukuritë shumëta e me historinë vete. Për më shumë, ju vazhdoni ndjekni historinë në vazhdim. Atëherë fillimisht, faleminderit shumë që na pretet në fshatin Bërnic. Ne sot kemi arë këto e për më njoftë ma shumë e këtë vend, e nëse këshit mujtë nga të regu edhe ju paka shumë për fshatin Bërnic. Po, fillimisht gjendemi pra në fshatin ku unë kam lind, në vitin 1982, dhe ky fshat ka një histori shumë të bujshme, për shkak se që nga lashtësia është banu, do me thonë me shqiptarët, prej lirëve, kështu me radhë, pastaj historiku i dytë me ardhjen ose shpërnguljen e muhaxherëve nga Toplica. Pastaj është faza ose periudha e tretë e përfundimit të luftës ku fshati ka filluar të popullohet me afarist, këngëtar, politikan, biznesmen të ndryshëm, që ka dhënë edhe një veçori dhe një vlerë më të madhe këtij fshatit. Banorët e këtij fshati domethënë janë shumë të lumtur, domethënë sepse mirë me gjitha veprimtaritë të ndryshme, sidomos me bujqësitë të cilën e kanë praktikuar edhe baballarët tonë para luftës. Ndërsa pjesa tjetër e banorëve thuaj se mirën me afarizëm, me gastronomi, me blegtori e kështu me radhë. Bërnica njësë një ndër fshatrat më të vjetër, themi, është fshati vjetër i Kosovës. Një prej një historisë në fshat shumë dhe të parë emrin të shtadërit e këtë fshati. Po, saj përket, domethënë, emërtimit të fshatit Bërnicë, ne kemi bërë një punim historik që ka zgjodhur mbi 16 vite rreth emërtimit, rreth shtrirjes gjeografike që ka mbi 840 sa hektar tokë kështu me radhë. Emri si Bërnicë e Zirë njihet që nga sallnomet e Perandërisë Osmane në vitin 1480, nëse nuk gaboj, kur është regjistruar ose kur janë marrë domethënë regjistrat prej Perandërisë Osmane me këtë emër, ndërsa është edhe në kohën kur është përmend kohën e Car Dušanit që në vitin 1300 sa kur gjithashtu është përmend domethënë me emrin Bërnic. Pra nuk është një emër slav, siç disa të tjerë kanë menduar që është i tillë. Pse quhet Bërnic e Zirë? Për shkak se treguohet që gjatë historisë ka pas këtu disa smundje, mërtoja kështu me radhë, që një farforme populli nuk është ndje mirë, ka pas vdekje kështu me radhë. Mirë, po mund të them që domethënë është mbi 600 vite ky emër që njohin të gjithë banorët, që është i regjistruar në librat e historisë, edhe është domethënë i faktum domethënë me argumente edhe nga historianë të ndryshëm, duke filluar prej historianit domethënë Sabituka që e ka vërtetuar një gjë të tillë. E veçanta tjetër është domethënë se me shpërnguljen e shqiptarëve nga Toplica, në këtë vend për herë të parë formohet edhe lagja e muhaxherëve, që ka qenë në lagjën Milevc, edhe për faktin se kanë pas disa familje serbe që kanë këtu. Mirë, por shumica kanë qenë të domethënë shqiptarë që kanë qenë edhe vendas, por edhe të ardhur nga Toplica. Ka qenë një fshat me një numër goxha të madh banorëve. Nuk ka qenë fshat i vogël. Ashtu është, domethënë nëse flasim tash për shtrimin e popullsisë, normal që deri në vitin 1912 ka pas numër të madh, edhe kjo shihet kuptohet sepse ka qenë Perandërinë Osmane dhe nuk ka pas një dhunë siç është ushtruar gjatë kohës së Serbisë. Këtë vrem për shembull Bërnica e për më ku gjendemi në tani dhe dallimi me Bërnicën e poshtme atje, ku pas vitin 1912-1914 fillojnë që banorët të vendas ta shojnë vendet të ikën për në vendet e Anadollit, edhe më pastaj vendi është banu me serb. Mirë, po me përfundimin e luftës ka ndryshuar. Gjithë ata serb kanë ikë sepse kanë ditë që ato parcela dhe ato patueshmëri kanë qenë prunë të shqiptarëve që më pastaj i kanë marrë me dhunë serbët. Numri i banorëve domethënë nuk u kanë bukur i madh. Flasim për familje më të njohura që janë nga Toplica, si familja Shanica, familja Dragusha, familja Plona, Pestica. Pra, Jashanicet dhe Reka i kanë populluar pjesën që është në kufi me fshatin Siçev, Dragushet themi kanë popullu vendin e mesëm të Bërnicës, Rrafshin, Paqet, Simnicet, e tjerë domethënë edhe Tmava kanë populluar Bërnicën e poshtme, ndërsa familja Plona, Zhini Potoku, Zhushte ata domethënë Milecin, që është para lagje Bërnicës, ndërsa Pestishet e kanë populluar Sinidollin. Pra edhe vetë emërtimet Sinidol, Bërnicë, Milec, pra janë gjitha emërtime shqiptare që edhe gjatë kohës së Serbisë nuk kanë psu ndryshim, fatmirësisht. Po se është i banueshëm këtë fshat? Po, tani mund të them që është tre fishu
numri i banorëve në këtë vend, edhe pse ata domethënë zotrojnë edhe posedojnë edhe patueshmëri në Prishtinë në qendër, për shkak se vetëm fshati Bërnic domethënë ka mbi 60 të kualifikuar domethënë me përgatitje superior. Domethënë çdo shtëpi ka minimum një banor që ka kryer fakultet magjistratur, po them domethënë kohën e para luftës. Se pasu tash është bolet për përfundimin e fakulteti, domethënë gjithë zotrojnë edhe e vetmja që ka mungu Bërnic ka qenë një avokat. Domethënë gjitha profilet janë prezente në fshatin Bërnic. E tash me ardhen e banorëve domethënë që kanë nga vende të ndryshme të gjeografisë shqiptare, kjo ka bërë edhe më të veçantë për shkak se kanë biznese, kanë lokale, restorante kështu me radhë. Po dhe jeni banori këtij vendi, jam tregon pak se çu kujton këtë vend, ndoshta prej familjerisë, sa ka ndryshime është pyetje shumë që më emocionon, për shkak se kjo pjesa këndej ka pas emrin Veternik. Bile kemi pas shumë, ka qenë qësharë këtë disa gazetar kur erdhën, tha po Veterniku është atje. Thash jo, Bërnica i ka dy emërtime që kanë kaluar edhe në Prishtinë, si Lagja e Muhaxherëve dhe Veterniku këtu. Pra, këto kodra që ishin në këndej, këtu pami janë që ne domethënë jemi lindur në 82-ën, e më kujtoj vitin 94 deri 97, kemi dalë ne me skijim me banorët e fshatit. Pastaj është toponimi tjetër Roza, ku është shfrytzuar çdo herë për rekreacion, po edhe për me lu futboll. Domethënë, këta e kohë ka përcjell deri në vitin 2001 me skijim, me futboll, po jo vetëm unë, po këtë banorët e fshatit. Pas përfundimit të luftës, domethënë kanë ndryshuar gjërat, edhe për këtë qëllim natyra ka ndryshuar edhe te popullata, për shkak se kanë filluar të me dyndjet, hapja e bizneseve, teknologjia e ka bërë që sot nuk sheh shumë njerëz edhe në rrugë, domethënë, siç jemi mësuar pa fëmijët duke lozë në rrugë, po. Banorët edhe sot kryesisht është një numër prej tyre të cilët merren me lektori, bujqësi apo? Po, thuaj se çdo banor, jo ata që kanë ardhur, po o fjala vendasit, tu përfshi Pesteshët, Planalit dhe Dragoshet, që të gjithë mirën me bujqësi dhe blektori. Edhe pse zotrojnë domethënë pozitat larta në komunë, në qeveri e kështu me radhë, ata prapë se prapë këtë katund e ndajnë në mes qytetit dhe fshatit, domethënë edhe të jetën e qytetarit edhe të katundarit. Atëre na tregu se edhe tash shumica e vendasve këto vazhdojnë mu marrë me bujqësi, me blektori. Po përveç kësaj, Bërnica ka filluar me u bë edhe një pikë turistike të themi sa i përket villave ose vikendicave. Ndoshta kjo edhe pse është afër me kryeqytet dhe me është më lehtë e qasshme. Fillimisht Bërnica posedon pjesë për rekreacion shumë më mirë se Prishtina. E para ajri i pastërt, rrugët e gjëra, edhe pse jo të gjitha janë të shtruara ose të asfaltuara, po e bën se domethënë çdo familjar këtu domethënë mund të themi që është thuajse gati milioner, sepse ka një shtëpi të bukur, po i ka 20-30 hektarë parcelë. Në diçka që nuk mund ta ketë dikush në Prishtinë, sepse është mbush ose është mbush Prishtina ose qytetet e tjera. Çështja e dytë domethënë që me ardhin e afarezëve dhe biznesmenëve në Bërnic, këta kanë filluar jo vetëm me gastronomi, po edhe me villa që domethënë vinë njerëz edhe i kalojnë këtu pushimet në vikend. Për shkak se është gati afër 900 hektar hapësira gjeografike e Bërnicës. Atëherë përkundër prej fshatrave tjerë cilët po na bjen me i vizitu, cilët janë tu braktis, Bërnica mund të themi se është një prej fshatrave cili nuk po braktiset prej banorëve. Faktikisht Bërnica duke po pozitën e saj gjeografike që është shumë afër qendrës ose kryeqytetit, jo që nuk braktiset, po vetëm vjen duke u shtu numri i banorëve. Kjo tregon edhe për faktin se sa është shtrajtuar domethënë toka për me ardhur domethënë me bën një ndërtim ose me hap ose me ndërtu një biznes. Gjitha familjet për dallim nga ata që janë shpërngul për në vendet e Bashkimit Evropian para luftës, ata vinë gjatë pushimeve verore, por nuk mund të themi që e kanë braktis, sepse ata kanë ndërtuar një shtëpi, kanë ndërtuar domethënë një biznes këtu dhe një pjesë e familjes që ndron Bërnic, një pjesë në Gjermani, Zvicër ose Austri. Domethënë me fjalë të tjera mund të themi që edhe të konkludojmë se Bërnica është trefishuar, domethënë numri i banorëve për dallim nga numri që ka qenë para kohës së luftës. Ne që kishim sot nga fshati Bërnic, ne bashkë shihemi nesër deri atëherë, tung tung.